Gratë janë ose hyjni, ose shërbëtore. Kështu ka thënë dikur Pablo Picasso, ai I cili ka qenë kaq I famshëm në botën e artit. Ai pikturoi me guxim, theu rregulla, krijoi epoka të reja me një lapsë dhe ngjyrë. Por çfarë fshihej pas Kanavacës? Dy nga gratë e tij, Maria Therese Walter dhe Jacqueline Rock, përfunduan jetën e tyre me veprasje. Dashuritë e tij nuk ishin kurrë të qeta. Shpesh ishin plag me ngjyra të forta. Në pikturat e tij shpeshherë fytyrat e grave janë të çara, të copëzuara, të dhimbshme, me lot. A ishin pjesë të artit apo pasqyrim realitetit? Dora ime mund të jetë e butë në ngjyrë, por e egër në kujtim, ka thënë ai dikur. Një dorë e cila e bëri atë artist, një dorë që ka lënduar. A duhet të ndajmë artistin nga vepra? A mund të jetë arti I pastër kur jeta pas tij nuk është?